Biblioteka publike Mitrush Kuteli në Pogradec përfaqëson një nga institucionet më të rëndësishme kulturore dhe utilitare të qytetit sepse luan një rol të veçantë në promovimin e dijes, leximit dhe informimit të vazhdueshëm të komunitetit. Ajo shërben si një hapësirë mikpritëse për nxënës, student, studiues dhe të gjithë dashamirësit e librit duke ofruar kushte të përshtatshme për studim, kërkim dhe lexim të qetë. Në sallën e leximit, lexuesit përfitojnë shërbimin e periodikut ku vihet në dispozicion gazeta dhe revista të ndryshme kombëtare. Këto botime përfshin fusha të ndryshme si aktualiteti, kultura, letërsia, shkenca, arsimi, arti dhe jeta sociale, duke u dhënë lexuesve mundësinë të qëndrojnë të informuar me zhvillimet më të fundit dhe të pasurojnë njohuritë e tyre. Shërbimi periodikut është një nga aspektet më të frekuentuara të bibliotekës, pasi u krijon lexuesve mundësinë e informacioneve në një ambient të qetë dhe të organizuar. Biblioteka synon të nxjisë kulturën e leximit dhe informimit, duke kontribuar në rritjen intelektuale dhe kulturore të qytetarëve të Pogradecit. Përmes shërbimeve që ofron, ajo mbetet një qendër e hapur dhe aktive në shërbim të dijes dhe komunitetit.